tjetër, Selamu alaikum o gjendëruar, cili është gjykimi i Islamit për një person që është besimtar musliman, ndërsa prindërit e tij janë jo besimtar, jo musliman. Dhe ata vdesin. A ka të drejtë ky fëmijë musliman të trashëgojë pjesën e tij nga pasuria e tyre apo jo? Ju lutem një sqarim, Allahu ju nderoft. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "El kafiru la yarithu wa la yurath." Kafiri as nuk trashëgon, as nuk trashëgohet. El kafiru la yarithu wa la yurath. Kafiri as nuk trashëgon, as nuk trashëgohet. Po çka më bë me pasurinë e babas që ka vdekur u kon kafir? Tash ka më bash çështje tjetër, po trashëgimisë është. Do thonë nuk ka të drejtë më ndo pasuni trashëgimi me pjesë me ligjet të cilat do trashëgimia në Islam e prindit të cili ka vdek kafir, sigurisht që as prindi nuk ka drejtë me marr pasuninë trashëgimin nëse ka vdek djali i tij, vallahu a'lam.